Përshëndetje. Sot po ju prezantoj me një aplikacion që e kam krijuar, I cili ju mundëson ta shndrroni imazhin tuaj në një skenë së bashku me karakteret tuaja të preferuara nga filmat e animuar, si Disney, Pixar dhe të tjera. Së pari, kopjoni këtë link, I cili gjendet edhe në description, dhe vendoseni në njërin nga web browserat tuaj. Pastaj do t'ju shfaqet aplikacioni. Aplikacioni quhet CineFrame. Vendosni imazhin tuaj këtu dhe pastaj zgjidhni karakterin tuaj të preferuar, si për shembull Super Mario, Spider-Man, Tom and Jerry, Moana, Sonic. Dhe pastaj klikoni butonin Gjenero promptin. Prompti që ju gjenerohet e kopjoni duke klikuar butonin Kopjo promptin. Pastaj vendosni promptin në njërin nga gjeneruesit tuaj të imazheve. Dhe gjithashtu vendosni edhe imazhin tuaj. Në këtë rast, unë po e përdor Google Flow. Dhe ja, rezultati I imazhit të gjeneruar. Përveç karaktereve që janë në butonat e aplikacionit, ju mund të shkruani edhe vetë cilindo karakter, si për shembull, po e shkruaj Tom and Jerry dhe prompti gjenerohet me njëherë. Bëni të njëjtën procedurë si më herët dhe ju do t'ju gjenerohet imazhi me Tom and Jerry, Sonic, Spider-Man, Moana ose cilindo karakter tjetër që zgjedhni. Pastaj, me këto imazhe, mund të krijoni video për t'i kënaqur të dashurit tuaj. Njerëz, nëse ishte interesante, subscribe dhe beje like. Këtë aplikacion mund ta përdorni edhe në smartphone-in tuaj dhe në web mund të përkthehet në të dy gjuhët, shqip dhe anglisht.